Përshëndetje, mirë mbrëma miq të dashur të Sojli Sol. Ja erdhi prape premtja, ja ku jemi përsëri, ju përsëri besoj në makinën, në trafikun e tmerrshëm të Tiranës ose rrugës për në weekendet tuaja, siç e dim, pra dikush për veri, për jug, e dikush për në aeroplan. Sigurisht besoj që në aeroplan nuk do keni mundësi të na dëgjoni, kështu që ju urojmë të arrini shëndosh e mirë. Sot unë kam të ftuar një personazh, një karakter, një njeri shumë interesant, të cilin ju e keni dashur, më falni, ju e keni dashur shumë. Dhe një njeri 24 orëve, kudo në për Shqipëri, në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Kosovë, në Prishtinë, në Suarek, gjithandej, i gjithë kudo gjëndur, si që thonë. Për më tepër, Arten, lëshoje pak. Paria po ari, këtë herë si angjëll unë po vite ti, të shonë në shtratë, të zemëruar, se unë sot prap që n'kam vonuar. Se di pse veten ti me bëj me faj. Gjithmonë në zemrën ti me do ta mbaj. Se di pse veten ti me bëj me faj. Kush e vlla? E më një që ty hypën e të zbret gjithmonë. Kush me hypën e me zbret më gjithmonë? Hello. Da. Gazuska pazuska. Do you speak English? Hec mor ka qolë se më shmënda. Hec për para, po nasit këtë anglisht të këtu. Për para jush miq të dashur të podcastit ton, ja ku jemi me Maringlen Jasteqi. Ua, qapere, ku më kështë gjetur këte, alla? Ka qenë se eksperiencë e papare atje në eksperiencë. Faleminderit shumë për ftesën njerë, faleminderit shumë edhe për këte që quhet që reportasht, kështu që ben, dhe me the për mua reklam si taksis. Faleminderit shumë gjithë të stafin tuaj, tu që janë çuna për smbari edhe çupa për smbari. Me pëlqeu njëra atje, po s'po e them na ship. Të filloj unë. Më lërë mua ta filloj me një pyetje. Si është dita e një taksisti këtu në Tiranë ose në Shqipëri, edhe në Itali, për shembull? Në krahas shalat post, ose është një gjë kështu. Dita një taksisti këtu është çfarë them, valla, se varet e kupton? Jo, nuk e kuptoj. Dita një taksisti është unë qohem për të zgjuar në qohem 5 mëngjezit. 5 mëngjezit. Shoh 5 mëngjezit atje. Vështirë. Edhe shoh telefon. Shoh telefonin, ka gjë. E kupton, kur s'ka gjë, fle prap gjumun. Fle gjumun prap. Pastaj qohem një herë në ora 6, e kupton, shoh një herë prap telefon se duam punë valla. Edhe prap telefon, prap s'ka gjë. Edhe filloj pastaj çat bëra, kështu gjërash qohem mëngjes pastaj. Dhe me them mëngjes ku vete ora 9, pasi e kam parë një 9 herë telefon, se kështu kam qenë mësuar në Itali. I vlla, se unë kam qenë 10 vjet në Itali. 10 vjet në Itali edhe me them drejtën, atje nuk bëra për kopi, vlla. Nuk bëra për kopi, atje s'bëra për kopi fare. Pse kështu? 10 vjet në Itali si taksist edhe Shiko, të them drejtën, do me them dita taksisti tu për një taksist është vuajtje madhe, vlla, është vuajtje, është të merë. Është të merë i madhe, me thënë. Trafiku një. 2 janë klientët, vlla. Këtu klientët s'kan kulturë fare, vlla. S'kan fare. Fare për tem. Të dirë tjeti mes rrugës hap kratë, kështu, dhe me thënë, e ti s'ke qa bërë. Është si ty shkodë, unë zakonisht zjedh mos t'i shtyp.
do me thënë ndaloj. Dhe ku ndaloj, e kupton, e shikoj që ai s'është për ty për në taksi edhe, ai ka pirë edhe deli mes rrugës hap duart çun ashi. Ashi te duhet ta kuptojmë tërë. E kuptoj. Po hape dorën çu, do të thënë do taksia. Si në gjithë botën. Pse në Itali nuk dalin njerëzit kështu me dorë, dalin mes rrugës që ta kërkojnë. Nuk kanë qenë taksi edhe, u kanë qenë kapertier. Çfarë? Kampertier, Carpentier. Carpentier. Unë në Itali kam shkuar në vite në ESA ka qenë. Edhe atje kam punuar Carpentier, shkova te Bilbili, djalë xhaxhajti. Bilbili, Bilbili. Ai do të thënë jetonjëm bashkë me te. Me la 2 muaj me la të flenë metro atje në Rom. Në Rom atje kisha një shok kinez. Ishit miq. Flinim aty në karton. Në karton me gjithë kinezin, e mori babai, mori vllajin e tij, do të thënë babain e Bilbilit. E tha çun xhaxhaj, tha si ma le djali metro, e mori e pasaj edhe u futa në shtëpi të Bilbilit. Po edhe kur ishte te Bilbilit të çun xhaxhajt, do të thënë, ai më shumë rrinjëm jashtë se sa rrinjëm brenda. Se ai kishte një tashnore të dashur. Ka një të dashur, si i thon këto. Kishte një të dashur jem. Edhe kishte një tashnore edhe më shumë rrinte me atë edhe kur vinte ajo ai më nxili për jashtë mua se i vinte turp e me, domethënë që i thoshte ti çaçaj. Po, shikoj, se mbase Bilbili e thon nuk mund të puthej me të dashurën e vet duke qenë ti prezant aty. Është logjike kjo që Bilbili nuk do të ishte Bilbili nga ato asun kështu. Ishim ashtu, ne me vërtet me Bilbilin flinin bashkë në krevat, se s'kishte dy, ai një dhomë dhe kishte një kështu që i thon këto studio. Edhe flinin bashkë atje, domethënë, nga njëri i qellonte aty Bilbili ikte mendja, domethënë se kur si vinte kjo, e kuptoj, ishim mësuar të flinte me te. Të ngacmonte ty. Edhe më i thënë dorë, desa i diti thashë Bilbil, jemi xhaxhallarë, ai interesita si direkt. Kur të duhet. Hiç më ndër fare Bilbili, hiç më ndër fare. Edhe kështu vojta shumë në Itali, domethënë, atje rash në tashuri, domethënë me njëra, po nuk dua ta them se e njohin tërat, e njohin. Nifet që është shqiptare. Nuk e them nashi se. Jo, mos e thuaj, s'ka problem, nëse e thua më vonë. Edhe Allah, kjo është puna. Kurse këtu puna taksisti me taksin, ja përpiqemi të mbahemi, domethënë mbahemi fort. Unë kam një maqinë të mirë, do të thënë shita traktorin e bleva maqinë. Shite traktorin bleve makinë kështu, elektrike besoj. Kam unë elektrike, sa bleva këte, unë dolën këto elektrike. Dolën këto elektriket edhe po të lafos më poshtë për atë, se është gjithë tjetër. Edhe kjo gjithë tjetër, edhe të dashurën më poshtë, edhe Arten, një sekund. Arten, mbajmën, ma kujto të lutem që më poshtë do na flasi edhe për të dashurën edhe për të makinën elektrike. Pas ka një lidhje më duket. Nëse vazhdo. Po. Edhe kjo është dita taksisit me vojtje me gjera, prit se po del ndonjë, do të thënë njerëzit dalin rrugë të marrin taksi për 2 metra. Po mirë o njerëz, nuk për 2 metra merrni taksi. Po mirë, ma nuk hecni dot në këmbë. Tash i merrti taksi për 2 metra, po mua as të vjen çik keq, as të vjen çik xhani, unë të ndaloj atje të marr, të çoj. Ti kujtohet klienti rrugës, ja kuptoj të ikën me vrapë, dhe hap derën të ikën me vrapë. Çfarë do bësh, da gjemoshe? Si. Por e ka dhe gata që të vëmë pistoletën kokë, valla. Do ishte interesante një nga këto. Ai të merr të thotë do iki te rapi trishit. Hajde rapi trishit neve, thosha unë njerë në fillim, kur me pyesi se ti njëm Tiranën e vla. Nuk e dinjëm Tiranën e unë. Rria me ndoja, thosha, ta gjenje, se unë jam që punëtore, unë shikoj në hartë, unë nuk punoj me këshu me telefon të aplikacion që janë këto. Me hartë shumë, me hartë modhe? Me hartë e vla, ato të më vla. Maringleni, Marten, old fashion. Hartën në taksit e vla. Që ka pasu një papat. Mi pa te papadin ma vode. Papad, papad e vla, si thonë, papad. iPad. Po papadi themi ne në lushnje. Po pse i thoni papad ju? Shuja, pap. Nga që bën papap. Edhe kam pasur një shumë, më vodhe, morën ca qune, dhe me thamë, do na qosh qik deri në ande, këte ka rrugat Basanit, ande sipër. Qash këta. Ku? Që janë këta? Ku? Kush? Po këta e gjerat që janë kështu, qash kjo, qytet student. Qytet studenti.
Po, more ti çojnë atë. student? Faleminderit, pritun të japin lekët. E kupton? Thashun, sa band, e kupton? Ai sa band, çfarë band? Shi. Më tha, ata tha, shiko të nabe që këte papatin ti, ne, tha se lekë s'ke për të marrë. Që tha fosti, tha, po pse ella? O bera unë, o bera njerë unë, do me thënë, o bera i tërje, pa them, po ishin këshu e nga këto me kachurire, me kokë me cepa, nga këto që, e kupton ti? Me farë se këto floriri me gjera. Fort me pja. Dhe thash, në shi e ti marin glen, thash, o papadin, do të marrin me gjithë maqin. I thash, shiko, vetëm se jeni qunat mirë, i thash, merreni. Se mos ishi qunat mirë, jo papadin, po do i kisha futur dhe një drut, e kupton? E di si u ben ata, po jo, e di si u ben ata. U trambër, I kumendja, pa fare, do në mbyse, gjynjet, marë papadin, ikën, ta pësaj. Që do beni, së rini do atë nga frika. I pas ke falur, dhe më thënë, nuk i rrafë. Kështu, edhe që atëherës mbaj me papat me vete, unë nuk baj me kështu aplikacion të gjera se të vjedhin, dhe. Ma, nësë telefona si gjë, që nga këtu. Ku se kështu me hartë, hapat e hartën atje unë në kroskot, që atë të themon, edhe. Hartë shu, Që pati që kutojnë tjere. Po rrugët si gjë. Kutojnë taj tjetër, edhe, rishef, ore ma gjë që këshpinë, ore gjë shpinë, kem telefon, edhe, edhe ma gjë këtu, edhe sa bukur tjera, s'kan pare, Po edhe, rrugët si, shef. me fale, ore, punoj me harta politike, edhe, jo harta kështu, geografike gjera. Si harta politike, a? Harta politike është ku është Shqipëria, sa është Shqipëria, është ti e pa jo, asgjë. Si është tu është Tirana, thë tu është kjo, tu është kjo, tu është ajo. Rrugët nuk i Po ke. rrugët, po si ka rrugët hartat e avashti, edhe. Avashti, sa ke pa hapur harti, edhe. A? Që kur kam qenë shkollë. Që edhe fosti, po ti s'di edhe, po ti ki ndridha ty njerë, që të bashti? Ti i ndridha. Ja ti i ku terneti tu, që të bashti? Interneti si, s'ka Me që televizështi? S'ka si, po ka harta pa internet. Që ka pa internet? Janë to, tom-tome to që shkarkon. Ate pa për jetë ti. Harta, edhe janë rregull. E shkarkon GPS. Okej, dhe kalëm që pyetja tjetër, se gjithsesi, domethënë një taksist me hartë është gjithmonë unik, është gjithmonë i vetmi. Pra, më dëgjoni miq të dashur, telefonojeni, marrin ngleni. Taksisti i vetëm në Shqipëri ose mbase në gjithë botën që vazhdon të punoj me hartë. Po mirë, to taksimetra, si ke me sekond metër, taksimetr, me metra, me sekonda, se e këto qarkullon shumë shtrejnë, më dha, ku marrë nga to makinat taksit si ju me karburant, e kupton? Shiko, taksimetri është kështu për, dhe me thënë, e veti ata i thua klientin fillime, e vla ta vete, a i thot, o ma verë, o mos ma verë. E unë i them, okej, hus, po ta vej, i them unë, do rish edhe në trafik të tje, do me thënë, do qiroja, jo. Në qovë se nuk ta vej, këte do me javësh lekë sa ben nga këtu dhe I bie me të fut me të më thënë, i thu klientit, do të afusë, do të afusë, klientit. Edhe unë i kam klientet të gjithë të zgjuar, as njerës do t'ja vete. Nuk e... Njeri që e vurja, njeri që pranoj të avinja, ja vura e angri. Si angri? Po, i bëm, me gjithë e trafik, i vajti nga tu në rrugë Bardhyl, deri në qendër, i vajti 20.000 lek. 20.000 lek? 20.000 lek me të ke... Po, këshu kur i ke, këshu, pa taksimetr, sa i merë? Po, është i marë 5.000 lek, që atë i marë, ku të adi, se... Po kështu është edhe, se ku punoni edhe taksimetri me benzi punoni. Edhe taksimetri punon me benzi? Punon kështu e pëpëra, që thuhet. Kër veti atje, kur shkon që i bete faturën që e batit, e kupto, e tërson pashkia atë. Kër shep pashkia atë, e kupto të ti ke berkaq, Po i bje... Qa fosti edhe, pa këtu shteti fort edhe, kemi shtetë. Për shtetë, s'ke që thunë, edhe taksit janë disiplinut gjitha, janë të mamë, kompani serioze. Mendoj që Tirana nuk vuan më për transport publik. Do më thënë edhe autobuzat e shop që janë liru i qik, sepse janë shumë çmimi taksive, dhe kjo është vërtet një gjë e mirë. Megjithatë, unë do t'i sugjeroja të gjithë njerëzve që jetojmë tu në Tiranë, është gjuna të ecësh me makinë. Mendoj që në këmbë ose mendoj në biciklet, do t'ishte më mirë, se bën dhe mirë për shëndet. Kjo sigurisht nuk është në favorin tënd, po ne jemi këtu për shëndetin publik. Apo ja, si thotë? Qa temon e dha.
Okej. Pa t'laps të vjen zëri, e di kur i themi njerëzve es në këmbë. Jo, nuk e ka edhe sa unë... Okej, tash i vazhdoj të të bëj një pyetje, domethënë specifike, e cila mendoj që do të ketë interes shumë të madh për të gjithë njerëzit. Sa i takon taksive. Ç'a mendoni, si është raporti i juaj me taksit elektrike? Sepse pothuajse gati 80% e taksive në Tiranë janë elektrike. Si është ky raport? Domethënë si a dini? Si a dini ju me karburant, me këto çmime, me këto gjëra? Na fikën të herë, me thanë drejtë na ka dhjerë. Unë kam qenë dhjerë në Itali, them drejtën. Po, unë si jam pa taksë, do Shqipëri nuk jam pa taksë në Itali. E kuptoj, se në Itali nuk kishte, nuk kishte kështu. Nuk kishte. Taksi elektrike nuk kishte. Kurse këto taksi elektrike na ka dhjerë fare, kanë Shiko, na kanë menderosur, le të themi, mos e ka qenë për mua pere fare. Se po kanë uru çmimin valla, se ato s'kanë valla, nuk kanë ato as benzinë, as gaz, as të ndërvaj fitra, nuk kanë as sinqira, ato nuk kanë as java. Po, taksit elektrike janë edhe merr. Futen karikim dhe klienti tim e merr ai nga këtu deri rina si thot 10.000 lekë. Unë kam qenë kur ktheva unë pas 10 vjeve në Itali. U ktheva unë këtu, unë ka paguar 10.000 lekë në atë kohë. Si 10.000 lekë nga Rina si në Tiranë? Po. I ka bë nga Rina si deri në Lushnjë, me ka vajtur mua 20.000 lekë. 20.000 nga Rina, si po tani sa nga Lushnjë, çon Rinas me 10.000 lekë valla, se ka elektrike. 10.000 lekë këto me elektrikë. Na kanë pa po na fikën derën, po shqyr kemi klienta, kemi edhe këto gjërat e tjera, them drejtë. Po, për shembull, gjëra të tjera, për shembull, njëri. Qa janë këto gjërat e tjera, për shembull? Po mirë, kur nuk ke klienta, si a del, qa transporton, apo kur s'ke klienta nuk punon, për shembull? Të tëra, të jep thesin, ai do t'i ke çoj çik. Po me kompani mielli, a ke punu? Për shembull me kupton vete. O vllai, di si është puna? Të më thënë unë taksia me vlla. Mu çat më hypa she çoj. Për atë kam licencë. Se ç'a futi brenda ke thesin puna jote. Ashtu, do të thonë ti s'ke përgjegjësi për atë që ke në makinë. Ke paguar parit valla. Am ke lëmë atë taksi. Ai thosh dua 2 vet, dua të çoj çantë. Mbaj përgjegjësi çanta valla, pse unë? Mbaj përgjegjësi çanta, ashtu. Ti nuk e shef çka kam rënë në çantë. Po. Taksi kam në rregull valla, është rregullore për taksi. E kupton? Taksiu ka ti monin e përpara. Kaj, se ç'a bandi mbrapa, unë s'të shoh valla, se ka dhe klient që pen tashuri mbrapa valla. Qa thu, edhe në këto raste ti do më thënë që vetëm për para. Me merrin taksi, e di pse merrin. Për shembull, ku kam qenë në Amerikën e vlla, merrte njëri taksi, ishin një çift ata, deshën të zihenin. E kupton? Mi po nuk ziheshin dot në shtëpi se ata të shtëpisë komshit ja merr policia, vinte policia vlla. Se kështu është në Amerikë, nuk lenë me uzi burrë këtu në shtëpi, ha? Me merr. Dhe muai me ipte e bende një ajo sherr me gruan ai. E kupton? E mbyste gruaja mirë në drutat, ha? Shish. Edhe unë vazhdoja vje vërtallën, s'kishe rëndësi se ku shkoja, kupton? E kuptoj. Domethënë ti vishe vërdall ata ziheshin mbrapa pa problem fare, ha? Po kishte, domethënë shoqëroja kishte pleq, po themi të moshë 3 tu, që s'kishte nene me 100 rrinte, jo? E thoshte do rrish me mua sot. Domethënë taksi është, e kupton? Që nga një nën kjo që ti rrije me atë. Do bësh bandi, s'ke qa banë, e taksi, e kupton? Po, e kuptoj. Do me thënë, kushta? Edhe në Amerikë kështu funksionon, nuk të duhet ty qa është mrapa. Do me thënë, s'ke fare. Ti taksis, do me thënë taksis në Amerikë që më leta kuptoj, është do me thënë kur ti bën çdo gjë. Ha? Do me thënë të thonë ty, ade rri me mund, ti rri me atë dhe quhet taksi, ha? Të bëm të. Që të thua ti? Unë kam qenë, oje vjen në Itali, më ka bret koha, ti thua. Por e po them për në Amerikun, okej, do më thënë në Amerikë. Edhe, do më thënë kështu, me këto makinat elektrike, këto kanë ulur çmimin, po janë bërë dhe shumë kompanie, vlla. Ai ka gjysmë makine ka, ai thot jam kompani. Edhe shteti, vlla, gjysmë makine se ka tamam, vlla. 2 rrota ka të çpuar e thot jam kompaniu. Kapse bën dhe nga këto, do më thënë kompanit janë kohë. Se, e kupton, paguan me pak. Paguan më pak, po të kesh kompani se sa ti është tek. Edhe unë një herë të bëj kompani. Po. Kompania Maringlan. Maringlan? Maringlan, po. Vlla emri, Maringlan Jasteqiu. Po. Çe ka unë? Po, kompania Maringlan Jasteqiu. Maringlan, po.
këtë mbi emrin, e kupton kot që e thu. E thash të bëj kompani, ku më tha, kush jeni? Tha, sa maqina ke? Po, një 7 maqina, i thashu. Pa njerë, tha, plëcoj këtu, e futa unë aty, futa maqine time, futa zetori, futa traktori, futa të kombajnën e Gjun Xhaxhaj, e Bilbili, që si futet, pse se shifte ajo që ishte? Këtu, nita që solli parat e bleu kombajnë, e thashtu. Edhe tha, po s'janë taksi këtu, kush tha aty, me të kombajnë lëvizim në lushnje, i thash. E kuptoj, ne s'kemi pse ti bijem gjades, i bijem mes për mes fushave, e kuptoj. Do të thënë i bini për shkurt, nuk futeni fare në autostradë. Thjesht, edhe kështu, me atë rast edhe e çojmë pasagjerin vend, klientin, edhe korrim grurin atje misin çat ke. Oho, me auto kombajn do me thënë bëni një sër punësh, nuk është se do me thënë e përdorni edhe për taksi, edhe për të korr barin, edhe për e kuptova. Edhe të regjistroj ajo për taksi, jo s'besoj si pranoj këto. Do të kesh mend, valla, do të kesh mend. Ashtu është. Ne na punon truri, e kupton se është vërtet. zona aty që Vërtet. Luc, gjithë gjëra. Po. Pjell. Di se keni ju shumë figura atje, keni një deputet që është i mrekullueshëm, madje që bën gallat në parlament. Po keni atë tjetrin që shet shalqi si e ka i madh, biznesmeni shalqive. Po. Lushnja, zona atje, Myzeqeja, kanë nxjerr vërtet koka të zgjuar. Tiranë s'bëndot gjë, këtu s'bëndot gjë, se këtu ke kompani, e kupton? Kompani thotë ai. Tirana është ashpër. Tirana është market që s'ka për diet, miku. Po vlla, s'na dhe çikuja valla. Uj, sa të dushke, ja ku. Spring, Glina. Spring, jeta vet. Oksigjen i pastër. Glina. Aranjata ne. Po pirë kjo pa është pas bukurim. Si që ka pas bukurim? Po për të pirë për ty e ka me i sponsorit. Po thash më spaj për se mos është kështu për bukurim. Po jo më janë sponsorit e emision. Ky emision mundësohet nga Aranjata, uj Spring dhe uj Glina. Nuk e ke kuptuar tash? E kupton më të mirët në treg sot për sot. Uj Glina, për ne kemi andër, po pastaj mua tërë klientët që me hypin me uj Glina. Dhe me dhe s'me lanë rast t'i japu. Po normal, pas ke klient inteligent që e din me qa ta lagin trupin. Shumë. Është mirë, të bën gjëra kjo. Po, të bën të bëft mirë. Shumica e atyre që vinë të ftuarve të mi, nuk e di pse janë gjithë beqarë, më duket ngaherë sikur gjithë kanë frikë nga gruaja, gjithë kanë frikë nga martesa. Si është raporti jot me martesën, për shembull? Ti je i martuar, je beqar, si e ke vendosur ta ndash jetën tënde? Qa është më e mirë, martesa apo beqaria? Martohem. Kush tha ty që unë s'jam martuar? A, je martuar? Po jo, u jam martuar. U jam martuar me lekun. A, e martu me lek. Interesante. Shef zgjua shumë. Maringleni Arten. Maringleni e martu me lekun. Ti as me lekun, as me femrën. Shpjegojnë ti në shqip. Pushkenjeva që në fillim, do me thënë kur isha në Itali në Romt atje me Pilpili. Pushkenjeva se ajo e tashur e Pilpili. Kishte Çupën e Xhaxhajt ajo. Edhe ishim shu neve, dy Çupën e Xhaxhaj me dy Çupa Xhaxhaj. Italianë. Ne punonim gjithë ditën e kuptati, ato vinin darkë na merrnin neve, na merrnin dhe parat, edhe i prishin bënin mbyt lekët, ne. Edhe e kuptoj, iknin punë të nesërme prapë. E kuptoj, domethënë ato vinin që t'ju merrnin lekët apo t'ishin me juve? Çupën e Xhaxhajt vetë e kishte emër Francesca. Francesca ka qenë këngë e Lucio Battistit. Ti stai sbagliando che ha visto non è Francesca. Ti sta sbagliando che ha visto non è Francesca. Nai. Lei a casa che aspetta me, non è Francesca. Nai. C'è la forza. Lucio Battisti, dite Lucio Battisti. Po se di Lucio Battisti, vetëm se kjo kënga ti jepi çik nuanca lushnje kësaj, nuanca myzeqarshe, ha? Ja jepi çik. Se nuk është nai, nuk është kështu. Ai kupton, është dum.
Dun, 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 dun. Jo, atë Na? po them, valla, me soj, po ne shkonim në opera, valla, çfarë fast. Shko edhe në opera me Francesca. Shiko. Kjo. Një sekond. Do me thënë, më lë t'ja shpjegoj miqve tanë që po na dëgjojnë. E kuptoni miq të dashur, para dite Marin Gleni punonte Carpentier. Në mbrëmje shkonte në opera La Scala, ha? Në opera me Francesën. Shikomër që shpjegoj. Ja, kjo është jeta që unë kam zili Marin Gleni. Vazhdo. Që për që gjaj të kësaj të dashurës të Pilpilit, që në që qaj tim, që ishte kështu për kanto. E kupta? Pilpil apo Bilbil? Më falë. Na falë Arten. Oh, Pilpili. Edhe Francesca, dhe me thënë, edhe shkonim shumë në opera, edhe kastativa, këto gjerat e bukra, e kuptati? Edhe i thosha, me thoshte ja priti, edhe i qik, e kuptati? I thash Pilpilit, njëto Pilpil, po foli qik ti, e kuptati? Po, shumë mirë. Nashi, po rriti se i them unë. Pilpili, e kuptati, nuk i thoshte gjasa, aj se kisha adhin, unë të rrinja me këta, aj të rrinde me ata, e kuptati? Pilpil. Edhe deri sa në fund pastaj kur me tha ajo mua që shikoja Marin Gleni, tha, io te amo, tha. Aty kom tha te amo, aty mua më drodhe lesht e kambre, do me thënë leqet e kambre këta, më drodhe gjojnë të vlas, fare dotën, thash, Normal. ua, që në thot, ore dhe e vjeni dhe di unë e di që ka me. Edhe më të që këshu, edhe i tashu pas. Tash, po shumë mirë, tash falenderoj shumë, edhe jo të jamo, i tha. Edhe më tha, jo të jamo, tha, po do ta mentojmë njerë, tha, se po mentoj, tha, ku të jetojmë, tu apë një... Po, e drejtë, është që do jetoni, ajo në Rom, ti në Lushnje, tashi, e kupton, qa do zgjithe ajo, imagjino të lënte Romën, të lë Romën për Lushnjen, është, i bie dashurie madhe që tjetë, ha? E kupton, ti? Sa bërova shkollën, u pastaj, e kapa në flagrancë. Jo, mos më thuj. Arten. Kapa me njerë. Arten më vej një funebër aty. Jo, mos më thuj të. Flagrancë. Mos më thuj që e kape me Bilbilin. Me Bilbilin, ha? Isha ashu, alasoja. Isha ashu. Me njërën. Tash po pse vaj më plasë shpirtin, tash pse më s'ma theqe në fillim. Edhe nuk e mora vesh, vajta bera shkollën kota. E kuptoti, ri me son njeri, e që ku ti du shkolla sote? Po, pas ke argju, pas ke argju gjithat e ko me bo shkollë për atë dhe ajo... Wow! Ja vjeni dhe di më bera vetëm blek, vetëm se i bërë në mëngjesën e dark mi hante Francesca. Që mos i angër. Me thënë drejtën. Bashe se dhe nes deshëm të bini poshte, kupton, nga që ishim shqiptarni. Ja, thoshe unë, albanezo vera. Ju ishit krenar, sa krenar me qenë shqiptar, ha? Shpirtin që atere u shkënjeva edhe u tashurove me param pasaj, vetëm lek tash. Ku të bet lek? Do me thënë ke bërë lek, mjaftushëm një jetë, ha? Paran. Do me thënë paran e kam të dashë, edhe atë se kam kapur akon. Ha, se ke kap lekun akon. Je i dashuruar me lekun. Mirë, fol veti. Ok, dakor, më falj, po, vazhdo. Okej, me që parat, me që pas ke lëm Franceskën dhe je dashuruar me paran, po të themi që bie një luft, në rast se në ndodh një luft tani pa pritur, e kupton? Ku do strehohesh? Ke parat s'do të hynë në punë. Atëre, kush do jetë njeriu i parë, tek i cili ti do trokasësh, ose do strehohesh? Ha? Shikone, unë kam qia dhoja vjen Itali. Morën besh, me se dhjem Itali. Për vete nuk, dhe me thënë, s'me ka bërë syri të atë pare. Unë kam fjetur për jashtë që s'kam bërë, kam qenë, dhe me thënë. Për luftën për thosha. Nashi,
që thea mu, po të bjerë luftat e tje. Po se jemi në kohë lufte, e kupton, nuk I dihet, na vjen një raket balistike nga Teherani në Tihiran dhe ti ku do shkosh, ku do futesh. Ti me gjithë të dashurën tënde paran. Po flasi lufta që do bëhe unë. Apo ku do shkoj jo? Ku do shkosh? Ku do I qosh parate, ku do shkosh vetë? Atje, të nënja. Si të Të nënja? nënja, e kupton. Të ju më ndega kemi dalë, vlase. Kjo lufta po flasin në shqiptu, kjo shpëton njëri gjallë. Të pak në të... E kupton. Të shkojmë në të semës, të rrim me memë. Të shi më falë daj këtë. Tjetër gjë. Ku do shkosh, ku do fut? Tjetër gjë të shkosh në të sëmës, tjetër gjë është të shkosh te nëna, të strehosh te nëna, pra ndaj këtë gjë. Ku do shkoj? Unë ku do që të shkoj prap e kam grënë. Do më thënë, por ajo gjë, po du të shoh qatë remeni aty që do bësh me që... Ma dhe ka kemi dalë, vla, qa, kaq. Do I mande nga kemi dalë, po ku ta gjesh? Ka më strehim më të bukur se në atë të mamit. Jo. Nuk, shiko, për njeriu nuk ka vend më të ngrohtë se të nëna. E kupton? Ashtu. Nuk ka, vetëm atje gjem paqë. Një duar trokitje për të gjitha nënat, kudo që janë. Po në Amerikë, pse u theve, qatë? Pse s'nejde në Amerikë? Pa qa shko e s'me bad, Allah. Pse? Me bad. Pse? Po I gni tali. Amerikanët janë Amerikanë, Allah. Amerikanët janë Amerikanë, nuk janë... Si jetë në Amerikë. E ndryshe jetë në Amerikë. Pse është ndryshe? Atje fillon dita në mëngjes, e mbaron në darkë, Allah. Nuk është... Po normal, Allah, dita në mjes, në gjithë botën fillon mjes, mbaron darkë. Qa ka këtu që t'jetë ndryshe? Edhe këtu, fillon në mëngjes, mbaron në darkë. Jo, Allah, këtu s'fillon në mëngjes e mbaron në darkë, Allah. Këtu dita s'fillon as njerë. Si s'fillon as njerë? Pse s'fillon? Dhe fosti, po s'të fillon, Allah, po s'kishe pus të fillon dita, Allah. Se dita me thënë, të dalë ka shpia, Allah, e kur të kthesh të ke sjell një gjë në shtëpi. Ne dalim nga shtëpia Allah me xhepin plot edhe kthehemi me xhepin bosh, e kupton? Po në të vërtetë duhet të jetë anasjellta, të dalësh nga shtëpia me xhepin bosh, të kthehesh plot ke të drejtu. Harrova unë që ti ke të dashur param. U kam qenë. Mos më thuaj që ke qenë 10 vjet. Shiko, kur kam punuar u taksi Allah, u kam qenë 10 vjet në Itali. Unë kam un koç. E kupton? 10 vjet. Më të shmet. Kur të dua i në Italia. I direkt, apo. Tash kur të duash, tash mos na thuj ikën kur dush, s'ke si ikën, si do ikësh? Me Arlon, Allah. Me qa ikën në Itali? Carlo. Carlo. Arlo është... Arlo Travel. Shaflet, Allah. Arlo Travel, Allah. Arlo Travel është njëshi, Allah. Po. Mera, I themu, kur janë çmimet më të lira të lutem bën telefon. Bën telefon ai fap avioni tu në hap në Itali. Arlo Travel. Arlo Travel miq është vërtet një agjenci udhëtimesh e jashtëzakonshme, shumë korrekte. Edhe unë me Arlon fluturoj. Po më vjen mirë që dhe ti pas ke marrëdhënie me Arlo Travel. Ja, shikoj Francesco nga lart, që nxjerr mallin edhe kthehem. Kupton? Ja shofat, me ndonjëherë me kështu. Qa mesazhi do kishe për ta mbyllur atëherë? Miq të Sojli Sol, ja kemi ardhur në fund të podcastit ton. Sa shpejt ikën koha, sa shpejt fluturon koha me ty, Marin Glen. Vërtet desha të falenderoj, po përpara se të kalojmë ke ajo mesazhi. Më jep një mesazh për taksistat e tjerë. Për ata që punojnë me makina elektrike, për shumë. Na lini dhe ne ndaj pune, vla, më I merr një tera. Lërë edhe ndaj klient në rrugë, vla. Lërë edhe për këta që kanë maqinë me nafte, me benzinë, vla. Se gjunalla, dhe këta ku do hamë. E gjunalla, e dim që do I merr një tera, vla, po si merr një ju, vla, I merr pronari. Një mesazh shumë I fortë, shumë I fuqishëm. Ky është mesazhi për taksistat e tyre makinave elektrike. Lërë dhe I pasagje për ne, se I morët e tëra që mësë ngopsh. Një mesazh shumë I fuqishëm, drithërues nga një taksist me një makinë me karburant për taksistat me makina elektrike. Vërtet
një mesazh shumë i fortë dhe mua do më pëlqej ta mbyll podcastin pikërisht me këtë kërkesë. Miq të dashur, falenderojmë dhe sponsorin ton general, pa të cilin ky podcast nuk do t'ishte, Aranjata, Uj Spring dhe Uj Glina. Faleminderit Maringlen, Arten. Radio Sol më mira 89.0 femra. Jo femra, Femra.